Po, realisht me datën 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000 në pjesën veriore të Mitrovicës, ku janë vrarë 10 shqiptarë civil të pafajshëm, kuadër të saj ka qenë edhe nëna ime, Sebia Brashi. Atë natë ka qenë një natë e tmerrshme, për arsye se është bërë në prezencën e forcave të këforit të Tunmikut, pra realisht afër 6 muaj pas përfundimit të luftës. Ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave sërbe për pastrimin etnik të shqiptarëve. Ka qenë një natë e tmerrshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallim gjinie, pa dallim moshe, në mënyrën më barbare, me bomba, me armë të ftofta dhe me gjithçka që kanë mujtë ata, si janë pak edhe pjesën e emocionuar sa i përket kësaj teme kur bisedoj, kur foli, se kam qenë moshë 13 vjeçare në atë kohë, mirë po e kujtoj shumë mirë. Fatkeqësia është se edhe pas rastit, pas 26 viteve, ende nuk ka drejtësi sa i përket viktimave të asaj nate. Nuk është dënuar askush, edhe pse dihet shumë mirë kush ka qenë në krye, si me Oliveri Nevojicin, Delli Bashiqi e tjerë, mirë po nga drejtësia edhe vendore edhe ndërkombëtare asgjë nuk është marrë. Ne mendojmë se duhet të bëjmë padije edhe në drejtësinë ndërkombëtare të Strasburgut, për arsye se ka qenë rast i veçantë, ka qenë në prani të forcave të këforit dhe Tunmikut, pikërisht kur ata janë dufë me na siguru neve sigurinë, realisht ne kemi gjetë vdekjen në banesat tona. Kjo është në pika të shkurta të sa muna me bisedu. Jo, kthit pas luftës, u kthit në shtëpi, a keni qenë këtu? Jo, unë gjatë kohës kam qenë edhe gjatë bombardimeve, kam qenë në banesën time, së bashku me prindët e mi. Mirë po, pas luftës në ka ndodhur fatkeqësia dhe vrasja e nanës. Tash ku jetoni? Tash jetojmë pjesën jugore. Realisht kena qenë dëbum, kena ndajt me qira, realisht në për prona tona i kena pas në veri të uzurpuar, ndërsa ne kemi banu në pjesën jugore me qira. Ale se kanë ty pronat e uzurpuar? Shumicës për neve jo, edhe pse ka qenë mënyra imponuve une në vitin 2008, mos gabofsha jam detyruar me shit banesën në veri, për arsye se unë buke bë zgjidhjen për banimin në pjesën jugore.